një që kërkon kryen shërbime IT, do me thënë, shpjegoja pak thjesht publikut, për të kuptuar deri ku është të rrjepur. Unë mbaj mend, Sonila, që kur bëje emisionin në tjetër televizion, ku punonin bashkë, Temporën, po. që kam thënë dhe vazhdoj të them të njëjtën gjë. Ky çakmaku bën 1.000 lekë. Po. Këta e faturojnë për 100.000 lekë. Dhe për të plotësuar letrat fiktivisht që ky bën 100.000 lekë, do marrin faturat fiktive. Dhe një ndër faturat fiktive është kjo blerja e çokoladave. Në çdo kontratë koncesionare, doni të inceneratorët, fatura fiktive, të faktuara publikisht nga media. Ishin për fruta perime një pjesë, nga gazetar. Po aty kishte qametet, vetëm fruta perime. Shkojmë te ekoparku në Durrës, fatura fiktive. Shkojmë ke sterilizimi, fatura fiktive. Shkojmë te check-upi Vilmanushit që vazhdo fle dosja në prokurori, fatura fiktive. Po të marrësh koncesionet e tjera, fatura fiktive. Shko te këto të rrugëve, fatura fiktive. Shko ke tuneli Llogaras përveç 50 milionshit. Aty kishte edhe kompani shofera që bëheshin pronare, faturonin 7 milion euro. Shko te rindërtimi, kemi folur për fatura fiktive. Kudo që ka kontrata koncesionare dhe tendera publik, siç ndodhi me ata me akshin, ka fatura fiktive. Dhe ti nuk mundesh që të lejosh kompanit saktuara si ajo e cila kanë marrë to fatura, pra që kanë shitur këto çokolata, që janë kompani të cilat kanë qenë me risk të lartë. Unë kam përfunduar një super debat me gjithë tregun e medreses për atë kompani. Se? Ka pasur investigime që të kostime, pra në kompani të tilla ti normalisht duhet t'i kesh me risk si sistemet aktivave, si sistemi doganave. Pra ndizet flamuri kuq automatikisht. Po. Dhe çuditërisht, edhe njëra kompani që punonte me tendera shkonte te ky, edhe i kompani tjetër që punonte me tendera të akçi po shkonte te ky, te kompanitë e inceneratorëve, ato kanë dalë që në kontime, po për skem tjetër, jo për inceneratorët. Që është kallëzuar që atëre mbyllej e mbante Delina Ibrahima i stoponi kontrollet, pra. Është një histori që edhe Spaku nuk po bën atë që duhet të bëjë kjo gjë. Sepse deri sot unë e kuptoj që ne jemi shumë sensitiv që të shohësh të Big Brother atje se si filmojnë veten. Patjetër. Është e tmerrshme. Patjetër. Që të shohësh se si Mirlinda Karcanaj shkon te Ergysa Gasi dhe kjo është e tmerrshme. Megjithëse ka deklaruar nuk shkoja për arsye shtetërore, shkoja për arsye personale. Të shohësh komunikimet e Belindës, patjetër, më të gjitha janë të tmerrshme. Por ajo që intereson shqiptarëve sot dhe duhet të interesojë më së shumti Spakut, është paraja. Sepse ne flisnim që ka jate Belinda, po jate kanë çdo dosje. Po. Të gjitha dosjet kanë rajmjet, kanë makina, kanë lukse, kanë vila. Janë aty ato. Ti mund t'i marrësh ato. Pra mund t'ia kthesh një pjesë të parave të çem lekë të ky onkologjik, mos e kemi gjuna. Brisi ku do shkosh shishet e verës që u sekuestruan, kush duket brenda natës. Brisi, shishat që u sekuestruan. Mbasi viti, mund t'jemi dhe ne pacientë onkologjikut apo pacientë i spitalit tjetër. Dhe ne kemi një shtet që nuk na jep ne as minimumin. Absolutisht. As minimumin. Po pra, po këtë dua të them, Bris, kemi arritur në pikën. Po pra, po kemi arritur në pikën, Brisi, që edhe ajo pasuri që sekuestrohet, se nuk ta thash më kot. Pavarësisht se duket si banale, po 3 milion euro shishe të sekuestruara brenda natës. Dhe Elkeri kush e ka detyrën të ruaj ato në fakt? Normalisht do të policia shtetit. Jo, s'ka lidhje policia Elkeri. Dogana thot Brisi. Po okay. Po kam përshtypjen që nuk do rri punojnë si doganave atë gjithkohës, është një strukturë policore. Ai e ka detyrën. Më fal, është i armatosur ai se mund të shkojë në atë rast një. Në atë banesë supozoj që dhe mund të kthehet Ergysa Gasi dhe mund të arrestohet në flagrancë. Mund të arrestohet që edhe doganat kanë pjesën e vet në këtë histori, por detyrimi kryesor. Jo, detyrimi policia s'ka qenë për shifare, herë tani se temi atë që është për të thënë. Po detyrimin kryesor, doganat dhe tatimet kanë struktura e timi që i kanë OPG me armë. E pra janë të armatosur. E pra në rregull, këtë do të thoya. Po s'ka lidhje sona, në momentin që ti konstaton atë mall, dogana të garantoj mund të kërkon të ndihmën e tatimeve, mund të kërkon të ndihmën e kujdo. Brisi nuk duan pra, nuk kanë dashur ta bëjnë pra Bris. Nuk kanë dashur ta bëjnë. I kanë të gjitha mjetet që ti konfiskonin, ti merrin dhe ti depozitonin në për drejtoritë të tyre. Ose kemi këtë që shohin inventaret e shtetit, s'm vjen emri tani që është në varësi të Ministrisë të Brendshme. Agjencia e Konfiskimeve.
Jo konfiskimet, jo, kemi rezervat të shtetit. Rezervat, okej. Do me të ne i qonin të rezervat të shtetit, ke më vënd ku ti qosh, po thjesht nuk kanë dash me i marë, ja kanë lënë e ti ai që i ka marë. Brisi se më sollet e çështja Agasi, që në fakt Elkier ne kemi transmetuar, Suri Televizion e ka përkthyer dhe ka transmetuar dokumentar reportazhin e famshëm që bën të Rai 3 aso kohë. Ta kujtojmë pak çfarë deklaronte kryeministri Edi Rama për Ranuchin.